Ditën e sotme u mbajt seanca e fundit plenare pasi Kuvendi shpërndahet për 2 muaj dhe rifillon punën më datë 20 maj pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në fjalën e sotme ku bëri bilancin e punës, kryeparlamentarja Elisa Spiropali falenderoi deputetët për bashkëpunimin, ndërsa pjesës që mbetën jashtë listave i tha se do t'i mungojnë shumë. Në seancën e sotme plenare u diskutuan 25 pika në rendite, duke nisur nga përzgjedhja dhe votimi i antarëve të Këshillit Drejtues të RTS-s, ngërçi i krijuar me kandidaturën e avokatit të popullit, e deri tek projekt ligji për ngritjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit. Në bilancin e punës, kryeparlamentarja Elisa Spiropali përmendi momentet kyçe të suksesit, përfshi reformën zgjedhore që mundsoi votën e diasporës dhe marrëveshjet për njohjen e ndërsjellë të pensioneve me disa vende të huaja. Ajo shtoi se synimi është zgjerimi i këtyre marrëveshjeve dhe me vende të tjera përfshir Greqinë, me të cilën shpreson të finalizojë negociatat në legjislaturën e ardhshme. Spiropali solli në vëmendje ngritjen e 4 komisioneve hetimore dhe 54 komisioneve të posaçme, duke e cilësuar këtë si një hap drejt forcimit të kontrollit parlamentar. Kuvendi do të mblidhet më datë 20 maj, fill pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula lëshoi sot një akuzë të fortë pasi u largua edhe nga lista e koalicionit të Adriatik Lapajt me Endrit Shabanin. Nisma Shqipëria bëhet. Dashnor Sula deklaron se Adriatik Lapaj është njeriu i Sali Berishës. Shqipëria bëhet sipas Sulës është një kurth i Berishës, ndërsa akuzon drejtuesin e tij Adriatik Lapaj se ka mësuar më shpejt të gënjejë se sa të mendojë. Berisha është hajmalia e fatit të Edi Ramës. Plani i Berishës për t'i ndarë votat e djathta mes tij dhe Lapajt i jep Ramës jo mandatin e 4, por e bën mbret, thot Sula. Nuk e prita që partia në cilën kam besuar do e shpërblente kontributin tim me një pabesi, ngjashëm nga ato që të gjithë i kemi parë në 34 vite. Sa i takon zotit Lapaj, pasi më bën pjesë të listës, më than jo, nuk mund t'japim garanci që njerëzit që kemi vendosur në listë të mbyllur do të dorëhiqen nëse unë fitoja mandatin. Por unë nga padrejtësia ika dhe s'mund të pranoj një padrejtësi tjetër. Tani dua t'i them 2 fjalë mbështetësve atyre që më kanë mbështetur dhe më mbështesin. Kjo Shqipëria bëhet që kërka një kurth i doktor Berishës për të mbledhur vota të djathta që vetë zoti Berisha nuk arrin t'i mbledh dhe duket se pas ka gjetur një talent të ri të mashtrimit si të atyre sekteve që premtonin takime me zotin. Edi Rama ashtu qeshe ngjesh e ka thënë tamam atë që demokratët po nuk than kënetën e Berishës s'do vinë kurrë në pushtet, deklaron Sula. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte sot në SPAK në kuadër të zbatimit të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Edhe sot Berisha shoqërohej nga besnikët me në krye Mulnokën. Pasi doli nga SPAK, Berisha zbuloi për gazetarët edhe letrën që i kishte lënë shënim, hapësira që ai shfrytëzon në proces verbal. Amnistimi i krimit elektoral nga Dumani dhe skapi i partisë është krim kushtetues. Është atentati më i rëndë ndaj zgjedhjeve të lira. U alash aty, thot Berisha. Ky i fundit bëri sot akuza shumë të forta kur tha se Rama fshihet pas përgjimeve të kryebashkiakut Veliaj në paraburgimin e Durrësit. Madje sipas kryedemokratit ka edhe filmime për këtë dhe në vazhdim do plasim bomba në këtë drejtim. Berisha është marrë i pandehur për çështjen e aferës së privatizimit të ish-kompleksit Partizani dhe më 4 prill pritet që të vendoset kalimi ose jo përgjykimi dosjes që do ta bënte Berishën zyrtarin më të lartë të shtetit shqiptar në 34 vite demokraci, që del në një proces gjyqësor si i pandehur zyrtarisht për korrupsion. Kryeministri Rama u takua sot me kandidatët e tij për deputet në qarkun e Tiranës. Siç bën çdo herë, edhe sot Rama i dha ultimatumin e prerë, rezultatin në mazhorancë në tavolinë. Edhe sot Rama vazhdoi me propagandën, atë që duket se e ka zgjedhur slogan të kësaj fushate elektorale në këmbim të votës, antarësimin në Bashkimin Evropian, si proces jetik për Shqipërinë. Edhe pse faktet flasin ndryshe, Rama u mburr sot me listat e Partisë Socialiste për të cilat tha se ka kandidatë të gjitha moshave dhe të dyja gjinive dhe kjo sipas tij është një mundësi e mirë e ofruar nga kjo forcë politike. Duke i bërë karshillok kundërshtarëve, Rama tha se në zgjedhjet e 11 majit një karakteristikë re për Partinë Socialiste është ardhja e kandidatëve nga forcat politike kundërshtare, të cilët sipas tij kanë kuptuar se nuk mund të vijë asnjë e mirë nga partitë ku kanë qenë ndaj dhe janë bashkuar me PS-n. Duke vazhduar sulmet dhe ironit
Për opozitën, Rama tha se Berisha kërkon që me votën e shqiptarëve pas 11 majit të përmbys gjithçka është arritur, ndërsa ai vet u kërkon shqiptarëve që të japin votën më 11 maj në këmbim të antarësimit të shpejt në Bashkimin Evropian si proces jetik për Shqipërinë, rrugë të cilën e di e njeh dhe e finalizon vetëm qeveria socialiste. Edhe ditën e sotme, Rama vazhdoi propagandën se ai dhe Partia Socialiste janë kumbarët e vetëm të reformës në drejtësi. Ne nuk do ta humbim këtë tren, është ekzistenciale që të jemi brenda BE-s. Pasaportën e BE-s nuk e jep qeveria, duhet bëhemi antar të saj që të marrim pasaportën. Është moment transformimi i jetës për një shqiptar. Pasaporta e BE-s i jep çdo shqiptari atë që nuk ka pasur kurrë, dinjitetin e barabartë me çdo tjetër në qiellin e BE-s. Ky është një tren paranesh në stacion, ka ndaluar me një kohë të caktuar, 2027. Kemi dakordsuar që deri atëherë të mbyllim negociatat. Me hyrjen në BE, Shqipëria bëhet sa Europa dhe Europa sa Shqipëria. Siç shkojmë nga Shkodra në Europë, me të njëjtën lehtësi do të shkojmë nga Shqipëria në Suedi dhe askush nuk do të na ndalojë. Duhet bëjmë çmos që në këto zgjedhje marrim rezultatin më të mirë pas kësaj serie fitoresh. 9 fitore radhazi, më 11 maj kemi radhën e 10. Do të marrim fitoren me notën 10, duke filluar nga Tirana, ku qielli duhet jetë kufiri. Llogaritë aritmetike nuk vlejnë në këto zgjedhje. E ardhmja si asnjëherë më parë është materializuar në këto zgjedhje me një vot. Na duhet një vit e gjysmë, jo më shumë se një vit e gjysmë, për t'i vendosur të gjitha gjërat në vijë dhe 2027 për të mbyllur gjithçka, deklaron Rama. Me siguri shumë kush ka pasur nostalgji për kohën e dyshes kundërshtaren politik Rama e Basha, sot që të dy kujtuan kohët e vjetra dhe bën sikur u përplasën. Lulzim Basha, gjatë takimeve të tij elektorale, tha se Rama ka humbur dhe i bëri thirrje kryeministrit të dalë, pasi ka informacione që ka hyrë në Bodrum. Nuk zgjati shumë dhe Babloku reagoi dhe dukej që edhe atë e kishte marrë shumë malli. Rama i tha Bashës se i ka tharë syt, aq shumë e ka marrë malli dhe do donte ta kishte përsëri kundërshtar, por që kjo të ndodh ka vetëm një rrugë që të fitojë dhe duke vazhduar talljen, Rama thotë se kjo mund të ndodhë vërtet dhe ai e beson një gjë të tillë. Ironin tallse Rama e vazhdoi kur përgëzoi dy njerëzit që e shoqërojnë dhe nuk e kanë lënë fare vetëm Bashën. Sipas Ramës, me stres zero, me gjumë top dhe me 77-42 që se luan topi, Luli është i pavdekshëm, por aq shumë kishte për të thënë Rama, saqë shkoi shumë larg në kohën kur finalizuan lidhjen e tyre të dashurisë më 17 majin e famshëm të 2017-s. Jam aty ku më ke lënë Lul, si për çadrës tënde. Ti poshtë meje duke kënduar himnin kombëtar dhe unë punoja poshtë e lart me zërin tënd në sfond. Pastaj marrveshja për të dalë krah për krah nga çadra me ballin lart, flokët si gjithmonë pikë dhe atë xhepin tënd me mesazhe dhe dokut tënd që të çonte zemra në iPhone. Jam trembur se ti do fitosh prap. Po halal se meriton, vetëm bëhu i gjallë, mos mundaj, hajde forca demokratët Euroatlantik, erdhi dita Ramaik, thot kryeministri. Ndërkohë nuk e la pa një tjetër reagim, i shkreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Basha paralajmëron Ramën se 7x7 këtë herë do të bëjnë 313, aty ku ka shokët, duke ju referuar burgut 313 në Tiranë. Edhe pse Sali Berisha e lanë në listë të hapur dhe tashmë përveç shumë punë i duhet edhe shumë fat, Jorida Tabaku nuk e humb besimin dhe ka nisur intensivisht para kohë fushatën elektorale për Tiranën. Deputetja demokrate ngre shqetësimin për vështirësitë ekonomike me të cilat përballen ditaditës familjet shqiptare. Tabaku thekson se rritja e çmimeve, kostoja e lartë e jetesës dhe mungesa e politikave lehtësuese kanë rënduar xhepat e qytetarëve, veçanërisht pensionistëve, familjeve të shtresës së mesme dhe të punësuarve. Sipas Tabakut, një familjeje në Tiranë nevojiten minimalisht 55.000 lekë në muaj për të mbuluar shpenzimet bazë, një barë e madhe për shumë prej tyre. Ndërsa për familjet me fëmijë, këto të fundit përballen edhe me kosto shtesë, si ato për arsimin apo transportin, të cilat janë bërë edhe më të vështira për të mbuluar pas shtrenjtimit karburantit dhe produkteve të shportës. Këtë situatë, deputetja demokrate Jorida Tabaku e konsideron pasojë të një politike 12 vjeçare të qeverisë socialiste, që sipas saj nuk ka arritur të mbështesë realisht qytetarët shqiptar. Tabaku thotë se Partia Demokratike ofron një alternativë me taksa të thjeshta dhe një ekonomi që punon për të gjithë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar listat e kandidatëve për deputet për koalicionin PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore. I pari në listë renditet koalicioni PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ndërsa Partia Socialiste renditet e pesta. Sa kaq, përveç koalicionit opozitar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi edhe listat shumë emërore të subjekteve Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare dhe Partia Lëvizja Dheu. Në seancën e sotme plenare, Kuvendi zgjodhi kryetarin dhe anëtarët e Këshillit Drejtues të RTS-s. Me 74 vota pro, Fation Hoxhalli u zgjodh kryetar, duke mposhtur kandidatin rival Helidon Haliti. Kuvendi miratoi edhe 10 kandidaturat e tjera për anëtar të Këshillit Drejtues që do të zëvendësojnë bordin e vjetër që u shkarkua disa javë më parë. Nga të gjithë anëtarët e propozuar, Osman Mula korri më shumë vota, me 84 të tilla dhe vetëm 3 kundër e 1 abstenim, ndërsa ata që morën më shumë vota kundër ishin Raimonda Bulku dhe Robert Budina, me nga 7 dhe 11 vota respektivisht. Më pak të votuarit, Robert Budina 66 vota dhe Alket Brahu 55 vota, por në fund kandidaturat e tyre u miratuan si antar të Këshillit. Antarët e Këshillit Drejtues dhe votat që u morën sot në seancën plenare: Zamira Kita 77 vota pro, 8 abstenim, 1 kundër; Lorenz Vangjeli 72 vota pro, 6 abstenim, 5 kundër; Bujar Kapexhiu 75 vota pro, 4 abstenim, 5 kundër; Osman Mula 84 vota pro, 1 abstenim, 3 kundër; Petrit Beci 76 vota pro, 5 abstenim, 3 kundër; Raimonda Bulku 78 vota pro, 3 abstenim, 7 kundër; Robert Budina 66 vota pro, 9 abstenim, 11 kundër; Fation Hoxhalli 74 vota pro, 6 abstenim, 7 kundër; Helidon Haliti 10 vota pro, 16 abstenim, 57 kundër; Alket Brahu 55 pro, 26 abstenim dhe 6 vota kundër; Enio Civici 77 vota pro, 7 abstenim, 2 kundër dhe Pano Xhixho 82 vota pro, 5 abstenim dhe 0 kundër. Kreu i SPAK-ut Altin Dumani ka ngritur disa herë shqetësimet se institucionet publike si LDKPI, tatime, doganat, policia, parandalimi i pastrimit parave, kadastra e të tjerë nuk referojnë kallëzime për korrupsion. I vetmi institucion që vijon të referojë kallëzime penale në SPAK është Kontrolli i Lartë i Shtetit, të cilit Babloku i lëshoi Eduard Shalsin në verë. Në këtë krizë kallëzimesh penale, SPAK ka vendosur të hap 10 dosje nga denoncimet e mediave, madje edhe nga letra anonime, duke zbuluar afera Trondice. Në këtë kuadër, pamfleti denoncon një tjetër aferë konkrete, e cila me një verifikim rutin nga BKH mund të kthehet nga SPAK në një dosje penale. Deputeti dhe ish ministri i turizmit dhe mjedisit është pronar i vilës numër 69 në kompleksin Green Coast në Palas, kompleks në cilin SPAK ka sekuestruar edhe disa vila të tjera, produkti aferave korruptive me pasurit publike. Vila është në emrin e Dritan Shako Hoxhës, një mik i besuar i Klosit. Pas goditjeve të SPAK në nivele të larta për të fshehur gjurmët, Klosi mund ta ketë kaluar vilën edhe në emra të tjerë. Vila me vlerë mbi 1 milion euro dallon nga vilat e tjera në këtë kompleks, pasi ka shtesa pa leje, punime cilësore dhe mobilim përrallor. Vetëm mermeri i ardhur nga guroret e skraparit kushton sa një vile zakonshme. Për të katapultuar Ermal Onuzin, drejtor të Gardës së Republikës, kryeministri Edi Rama ndryshoi ligjin për Gardën 3 muaj para se të nisnin aplikimet në këtë detyrë, nga që ai nuk plotësonte 4 kritere kryesore. Nuk ishte punonjës i Gardës, nuk ishte grad drejtues i parë ose drejtues i lartë, kishte masa largimi nga puna në 3 vitet e fundit dhe në momentin e kandidimit nuk ishte pjesë e shërbimeve shtetërore të sigurisë. Përveç se Ermal Onuzi u emërua edhe pa certifikat sigurie, sepse i është hequr përgjithmonë e vazhdon detyrën prej 7 muajsh, pamfleti ka zbuluar një tjetër skandal të rënd që përbën objekt hetimi nga SPAK dhe nuk duhet anashkaluar, sepse ka të bëjë me përdorim dokumentesh false nga një titullar i lartë i sigurisë. Në dosjen e emërimit të Ermal Onuzit është depozituar vendim vettingu fals, sikur Komisioni i Brendshëm i Rivlerësimit në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, gjoja e ka kaluar në filtrin e hetimit personal për profesionalizmin, integritetin e pasurinë. Guxim Zenela, ish antar i gjykatës së lartë, dënohet me 6 muaj burg nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dënimi i kësaj të fundit është konvertuar me 1 vit shërbim prove. Vlen të theksohet se vendimi i gjykatës së posaçme është gjysma e dënimit që kërkoi SPAK. Prokuroria e posaçme kërkoi që ish gjyqtari i gjykatës së lartë dënohej me 1 vit heqje lirie, por ai të mos dërgohej në qeli, por të vendosej në shërbim prove për një periudhë 24 mujore. SPAK kërkon që Zenela të shpallet
fajtor për akuzën e refuzimit për deklarim, mos deklarimin, fshehjen ose deklarimin e rremt pasurive, interesave privat dhe personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim. Me vendim të apelit gjykatës së posaçme, disa muaj më parë u vendos sekuestrimi i 7 pasurive që zotroheshin në emër të Zenelajt. Bëhet fjalë për 6 apartamente, garazhe si edhe sipërfaqe 1000 metra katror në Porto Palermo. Ndahet nga jeta jati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Haxhi Thaçi ndodhej prej kohës i shtruar në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Vetëm 3 ditë më parë, ai u vizitua edhe nga i biri Hashim Thaçi me leje të gjykatës speciale në Hag pas disa tentativave të dështuara të ish presidentit Kosovës. Ngushëllime për familjen Thaçi ka drejtuar sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti, si dhe eksponentët më të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, por jo vetëm. Ndërkohë nga Tirana ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili ka reaguar mëngjesin e sotëm me një mesazh të shkurtër. Baba iku krenar Hashim, ndërkohë në reagimin e tij Memli Krasniqi, kreu i PDK-s, shkruan me dhëmbje të thellë moralajmin për ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit, babait presidentit Hashim Thaçi. Sot pas një betejë të gjatë me smundje nuk u shua vetëm një njeri, por një baba që i dha Kosovës një çlirimtar, një burr që me përkushtimin dhe edukatën e tij ndihmoi në lindjen e një epoke të re për kombin ton. Ngushëllimet më të sinqerta presidentit Thaçi, familjes Thaçi dhe mbarkombit shqiptar. Haxhi Thaçi ishte më shumë se një prind. Ai ishte një shtyllë forte e vlerave atletare, një njeriu urtë dhe fisnik, i cili la pas një trashëgimi të pavdekshme në historinë tonë. U pret në paqe, shkruan Krasniqi. Qytetarët në Maqedoninë e Veriut dolën sot në protesta në shenjë indinjate për ngjarjen e rëndë që tronditi jo vetëm vendin, ku 59 të rinj humbën jetën pasi një klub nate në Koçan u përfshi nga flakët dhe me qindra të tjerë u plagosën. Me pankarta në duar, dhimbje e pashëruar, nuk vdesim nga fatkeqësitë, vdesim nga korrupsioni, apo vrasja e rinisë është vrasja e ardhmërisë. Qytetarët protestuan sot, kundër të tjera kërkuan ndërheqje kolektive të gjithë përgjegjësve në institucione. Ndërkohë, kryetari i komunës së Koçanit është dorëhequr pas ngjarjes së rëndë. Ndërkohë, kryeministri i vendit Hristian Michovski paralajmëron mungesën e mëshirës për përgjegjësit pasi e quan një vrasje masive. Michovski e cilëson tragjedinë si një vrasje masive që u mundsua për shkak të korrupsionit dhe mangësive në kontrollin e institucioneve shtetërore. Ai thotë se tragjedia ishte rezultati i një sistemi që lejon funksionimin e subjekteve të rrezikshme pa një mbikëqyrje të duhur. Ndërkohë, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka dhënë sot detaje për gjendjen e të rinjve të plagosur. Në një deklaratë për mediat i zet Medxhiti thotë se 50 të rinj aktualisht po marrin trajtim në vende fshinje si Turqia, Bullgaria, Greqia apo Kroacia. Ai thotë se janë marrë masa dhe do të ketë kontrolle të rrepta për të gjitha klubet e NATO-s dhe në asnjë rast nuk do të ketë tolerime për ata që kapen në shkelje. Referuar vendngjarjes së tragjedisë, klubi të NATO-s Puls, zëvendës kryeministri thotë se kishte licencë të falsifikuar dhe se kjo sipas tij është shenjë dhe pasojë e korrupsionit të qeverisë së kaluar. Ndërkohë në një rrëfim rrënqethës, shefi i sigurisë së këtij klubi thotë se njerëzit e tij kishin siguruar prej 2 vitesh klubin, për cilin thotë se ishte veshur në pjesën e brendshme me materialin më të lirë të mundshëm. Shefi i sigurimit thotë se në 2 vite bashkëpunim ka konstatuar një sër parregullësish, si dhe lakminë e madhe të pronarit të klubit, për të cilin thotë se kishte paralajmëruar për problemet, shtuar edhe faktin që licenca e biznesit ishte e dyshimt. Ai tregon se e ka marrë në telefon pronarin e klubit dhe e ka njoftuar se në godin po futeshin edhe të mitur, por sipas tij ai kishte dhënë urdhër që t'i lejonin në mënyrë që të shpenzonin parat aty. Të martën, presidenti amerikan Donald Trump do të telefonojë homologun rus Vladimir Putin. Lajmin e dha vetë kreu i Shtëpisë së Bardhë. Shumë punë është bërë gjatë kësaj fundjavë, por ne duam të shohim nëse mund ta çojmë deri në fund atë luftë, thot ai. Por për çfarë do të flas nesër Trump dhe Putin në telefon? Do të flasin për tokën, do të flasin për termocentralet, bën me dije kreu i Shtëpisë së Bardhë. Lajmin e konfirmon edhe Kremlini. Zëvendësi Dmitri Peskov thotë se po bëhet gati telefonata mes Putin dhe Trump. Megjithatë, ai nuk dha detaje specifike mbi çështjet që do të diskutohen, përfshirë territorit e Ukrainës dhe termocentralet.
Kombëtarja shqiptare e futbollit nisi sot zyrtarisht grumbullimin dhe përgatitjet për ndeshjet kualifikuese të kampionatit botror 2026. Arber Hoxha dhe Julian Shehu në një konferencë për shtyp rrëfyen emocionet dhe pritshmëritë për dy sfidat që e presin ekipin ton kombëtar në pak ditë. Hoxha e cilëson sfidën e parë të Shqipërisë ndaj Anglisë si një përballje të vështirë dhe thekson se kundërshtari ka lojtar të klasit botror. Ai beson te kualitetet e ekipit dhe shpreson një rezultat pozitiv, ndërsa thotë se do t'jap maksimumin në minutat që do të ketë në dispozicion.